Me fëmijë ka që 5 vite që si kum po. Korë si kum po, korë. I ka marrë, i kam shefja, u kanë rru emnat. Qatë ditë që më ka orë letra për me nënshkru divorcin, unë e kum nënshkru e veç i kum lyp fëmijën e mi. Po unë e kum jetu 14 vite me ta dhe se kisha njoft. Të bo provokime, ja, të mënu më mështi me bo gjestet dhënshme. Kum bo nëj san pa, atin shtë pa vedije. Edhe më konë qaj që unë ja kum bo vizat, prindve të sajna, i kum marrë, i kum qunë Suedi, i kum prupi Suedije që të vetë. Në qofë se thujnë fëmija, vish njëherë na ka hi bobi, ja neve, ja momit, ja dikujna, atëhere kërës kom i lyp. Që më konë gjendje komplet shpinja kom dhonë, veç mos me i lëndu fëmin. Për me shtin kitë loje, ka shtin nona vetë edhe 2 motrat e veta. Me fëmi. Me fëmi ka që 5 vite që si kum po. Po, i ka marrë nona e fëmive, akuzat lejleshme. Dhe me thonë je i ndomë. Po, që 5 vite. Që 5 vite. Nuk i ke po heq apo nuk punesh? Korë si kum po, korë. I ka marrë, i kam shefja, u kanë rru emnat. Kush duk dikon. Po, këtë gjas një nonë. Po, dhone, po thëmë pse me bo një gjest, po. E që sa e koni martu me ta? 14 vite. 14 vite. Po. Ka shku gjithë shka në regull në 14 vite? Gjithë shka ka shku në regull, po këto që me bo, krejt e ka bo, nona e sajna dhe 2 motra të sajna. Pse? 2 motra që njona pisojna kum bo gjithë shka për ta. Në 2015 me burë me 5.000 e kum qitë në Gjermani. Me shpenzimet mijat. Sota ka po hojre. Po, edhe tash më ka këthyme të keqë. Thot një fjallë kë doktor Shefqet Krasniqe, thot një njëri që ti bëjsh të mirë, mos ta kthej me të mirë, ko me ta këthyme të keqë. Ty ta pas kanë këthyme të keqë. Mu më kanë këthyme të keqë. E më trego pak 14 vite tha që e keni pas martis të lumëtër, pa probleme. 14 vite kena pas probleme familjare në herë kështu si kur burë grupo, po jo problemet në dhoja. E si ardheri të ndarja? Nuk e di as vetë. Qëfar arsyet ka dhonë dhe... Kisha unë në 2020 në gjatë pandemije këtu në Kosovë. Edhe ajo mu tek thot shko thot se ka met nonave, te kisha veç nonën këtu dhe një motër. Edhe thot shko thot vizitoje thot se mos Zotin arrujt me bo me dek thot mos tani kishin halku me juve, ajo që të kish po i shkon të bo planin. Isha unë që të erdha në Kosovë, dhe isha me i ndërtim që të diçka me bo në Kosovë, kur këthejnë atje, kishë ndryshu krejt. Kishë ndryshu sanët. A nuk jetën këto? Jo në Suedi. Në Suedi. Qësh ardhë momenti ndarjes? Po, Qka të tha? Arsyet që ti tha? a dite që u ktheva unë në Suedi, e poshtë që kishë ndryshu gjithë shka, edhe të bo provokime, ja, të mënu më mështi me bo gjestet dhënshme. Me dojnë prej vetës? Po, me dalë prej vetës, ajo shkon të bojnë qëzime të bo, që po dijone. Dojnë prej vetës? Jo, s'ka Are prej, ndodhë. se po vjen kaq për rast? Qërë kam akuzat lejleshme. Në herën e parë, akuzat e para që i kum pas, dikun 431 faqe kisha, kur i kum lypi policie, 431 faqe tha, e ki jenë në polici. Edhe më morën pyetje policia, isha me avokatamin, ma këthyn që s'kena fakte. Tash me ato s'mujti me fitu, ma shtrajti një akuz tjetër, e ka falsifiku një dokument në emën tamin, edhe tash ata policia e Suedis atë profesionalista. Shkojnë e marrën ato letrat, nënshkrimet të pasaportat, edhe shojnë që aja ka nënshkrimin e vetën e tamin. U morën pyetje policia pet, isha me avokatamin prap, tha, qështu tha akuzohesh ta për një falsifikim dokumenta, që në Suedi handejnë 8 vjetë burg. Edhe e ponë që s'është e vërtet edhe i sen, edhe apet mas një ave, ma këthin letrën që s'kena fakti. Fëmijët i kanë taku asoj me legja, po? Po, si pas akuzav që mi ka bo ajo, tash ata shtetit si shtetë të që s'munu me t'i leju. Unë e ndonjë padrejtësia apo diçka? Nuk e di, mëna me të thonë, nashta kum bo në san pa, atin shtë pa vedije. Pa qëllëm, po jo diçka me qëllime.
Thoni ka 5 vite që nuk ja ke po fytyrat fëmijëve. 5 vite nuk ja kom po fytyra, djali i madh është i lindur para kohe, njove 24 plus 4. Sa fëmijë ke? 5. 5. Cila është musha më e madhe dhe musha më e bukur? Djali i madh stash me 1 maj bën 18 vjet, edhe binest me 17 mars i bojnë 6 vite. Rujt sote. E nuk e mujt asnjë kontakt me pas përmes telefonit me fëmijë? Kum lyp përmes shtetit, përmes sociali, përmes gjyqi, përmes policie, veç me pas kontakt me ta. Në sen që atje kemi një shtëpi me 5 banesa, ja kom afru krejt shtëpinë komplet me dalën e pi shtëpi, veç me pas fëmija, me pas kontakt me 2 prind. Edhe s'ka pranu. E djali i madhe ka përjetu keq, se ka rrug një farë gërqe, një farë të ligu, edhe tash të tregon nëna e fëmijëve, kur e kanë marrë në pyetje këto të socialit, ka thonë që 3 herë ka rrug një gërç, thot në herë prej që aty në 3 herë, 3 herë thot ka përfundu në spital. Thot edhe krejt kuhen thot ka vetë për babë vetën, e ka vetë nënën vetë, as po të mungon ty babi si mu, edhe se kalëshu. Kjo realisht është për fëmijë një traumë. Po jo traumë, po më po të thëmë që tash djali i madh qaj fartë ligu thoi në rrugë ku të qëlan, në qytet, në shkollë, mësusja atina thotë se jam me shqetësune për të se nuk është mirë psikikisht. Po sa po kuptoj shumë laf për ty, ish gruaja. Nuk e që po qëre tash na... Për hatër të fëmijëve gjithmonë duhet me ja leju dhe prindë, edhe pse do, me të burrët me pa. Tash kur e patëm gjyqin në gusht, vitit kalum, tha, e pyeti avokati jam, tha, po në qu se gjyqtari, tha, ja lejon fëmijën kamerit mi, po, tha, qka bën ti? Tha, si ja lojone. Tha, po, ti s'vendus, tha, gjyqi vendus. Gjykatësi vendus. Tha, i qojnë social, i dërzojnë social edhe si ja lo kamerit. A ke komunikuti me ta, me bindu se mi thonë të pak të fëmijët mi leja? Ja u kanë rrua emnat fëmijëve. Me ish grunë po flas, ju me... Po gruja dhe? S'ke Ish mujt asnjë gruja. kontakt me grunë? Heq asë njerë s'ka pranu me pos kontakt. Se na i shkrim ndaj mesazh. Heq s'ka dasht, ju mënu përmes familjes sajna. Në fillim i kom kontaktu familjen e sajna, baben, vllaznin, mirë po, këta më theshtë nuk kena kontakt me ta, nuk dina kur gjë, kur dina të lajmërojmë. Ka ndalë krah heq as familja e saj. Tash, i faleminderoj rrethin e tyne, me gjallart, kusheret, tonë jenë mënu me bo mirë këtë punë, po kush u shku atë, i ka përzonë, si kalon. Çfarë mendimi ki ti pse me përfundu kështu? Pse mendon që e ka bo? A ka njëje me dikën tjetër? Nuk e di. Nuk di. Nuk di. S'muna me thonë kur gjëse nuk e di. Na i kena ndarë rrugë. Qatë ditë që më ka arë letra për me nënshkru divorcin, ne kom nënshkru e veç i kom lyp fëmijën e mi edhe kom thonë aja ka rrugën e vetën e kom rrugën tam. Absolut së më interesën mua është e martuna, është e fejuna, është e ndome, është... Unë i kom thonë se për hatër të fëmijëve, në prezencën e fëmijëve, kom munu me konë nashta babi, edhe jo babi, po shoku më i miri me ta. Po jashtë fëmijëve s'kam më kurqë me ta. Çka do më thonë fëmijëve nëse veç të shohin? Fëmijën Se po që je shumë i përmalluar. Fëmijën i du shumë që kom bo gjithçka për të dhe kom e bo gjithçka deri sa të më rej një damar, sa të kam frymën e fundit. Unë po të thëmë që këtë e ka bo nona e sajna, se s'thëm as për, nuk thëm as për vlla, as për vllazni, as për babë. Pse me ta pos këtë i natë nana dhe motrat? Po, unë kom pos provokime tërlifare për tyne, edhe më konë qaj që unë ja kom bo vizat, prindve të sajna, i kom marrë, i kom qunë Suedi, i kom prupi Suedi e që të vetë. Të ma shumë ka kom punë interese? Kjo kom punë interese edhe kishim pas me nuft tjetër sam, po në qofë se thujnë fëmija, vish njëherë na ka hi babi, ja neve, ja momit, ja dikujna, atëhere, kur s'kom i lju. Po, më thanë jo, thanë, vish në qofë se të thu që i ka maltretua jo fëmin, na që ta shkujnë e amorim fëmin edhe asojna, po në s'kum dasht. Kur gjëtë keq. Ja, jas. Edhe s'kum dasht se kum di që i bojnë fëmin kreti skepin e për Suedi, i bojnë pike pas, edhe për që ta s'kum dasht, se si lanë as nën me vetë nuk takohen. Një mesazh për fund, që dënë me përsjell, në këtë gjendje që je, për dikën tjetër që nështë ta mos me bu këtë gabim, apo... Unë një mesazh e kisha pas për të gjithë prind. Ka ndarjet janë normale, po, janë normale. Ordë koha që si fare, sa që ka ndarje, shumë ndarje, mirë, po fëmin mos mi lëndu.
Me thënë për hatër i fëmijëve Për ka hatër njerë. të fëmijëve, unë po them që më konë gjendje komplet shpinja kom dhonë, veç mos me i lëndu fëmin. Po, dikush i këqyr veç interesat e veta dhe s'nim për të tërkan. As për fëmijë, as për ishën, as për... Vetëm me një fjallë, si e përshkruan i shkruan. Vetëm me një Kisha fjallë. dosh me folë shumë për atë sen. Me thënë që për këta se Jo, pjesë jo, e keqe. edhe as për to, as për familje të cojna, po kom marrë një ma vonë, kanë më ditë krejt. Kanë me dalë një pa Kanë me dalë, se nuk du me lon vetën fajtor. Se jena konë një familje lumëtër, jena konë një familje sa që mënë me thonë që nashta kanë marrë shemull për të mirë të na. Jo veç shqiptarët, po jenë konë harape, tërë qysh ka mërë ty me të ndodhë kësën. Bile konë një shqiptarët e ke, kom pritë që po më do bëj ka hajkarët e kom pritë që po më ndodhë mu thike se për ty se kom menu kërë këtë sen. Se na i kena pas restoranat tonë, kena punu bashkë në restoran, kena pas bashkë. Po habit nëse kur për të regan që keni pas një superjet lumëtër, pse me përfundu kështë? Po qëre tash aty të këqia si qëtë kërkosh as në për foto, as në për video. Vesh me himi këqyrë të fotot në për pushime kër i kena pas na, unë është me honë qysh ka mujtë me ndodhë kësen. Aja më akuzën, thot se pej si e në martu, regullisht më ka maltretu, më ka dhënu, më ka dhunë seksual, në s'kom dasht të fëmijit veç kësë më ka vejtë, e kësi farsen e shabdin. Mirë po, kur unë dhe më konë flajtën një më konë, ordën krahët e mi ka bo foto. E në njëri që është i maltretu nëse është në qatë siklet, në ato sene si banë. Mirë po, pse ka bo është edina ja. Po, ti vete nuk e lenë në faj heq, me qenë se dinë situatën që nuk jenë faj. Jo, unë po të më bënën që 5 vitë nuk e di pse ka bo këtë sen. E ka bo për gjonë materiale, e ka bo, nuk e di. Shumë materialiste. Nuk, qërëne, tash është një fjallë e popullit thëtë se kur t'i bjenë mos ka e njeh njërin. Po unë e kumë jetu 14 vite me ta dhe se kisha njoftë. Nuk e kisha njoftë. Për me shtin kitë loje ka shtin nona vetë edhe 2 motrat e veta. Konkret e kam bo nona 2 motrat. Qaja motër që t'kallzova që i kumë një mushëm, kur nasi në këthy për anenaj me teshat fëmijëve tonë, gjithja këna lon fëmijëve të sojna. Është keq me përmenë se të mirat s'janë mi përmenë se Zoti shërën, mjek mjekujnë. Qiken e madhe e ka mjeku me pare tonet. Edhe sot ndim për gjithë shka. Edhe sot nuk lenë dzejtë po dalë me full për mu. Bile madje dhe thot, kështon që kamere ka një djallë edhe me një gru tjetër për para. Po ku e lanë e fëmin me pasën e tjetër djallë, ose me pasë tjetër qikë, ose lërgësoj. Po, akuza. Më nalë mi ledzu të letrat e mija që kam unë, kreti kam shpe, kreti i kam ru. Dere nesër fëmija jonë këtë ku, edhe 18 vjetë, edhe 20 vjetë, veç kur ata të njën vetën, të gatshëm për me ardhe mi ledzu dhe me ditë vërtetën, kanë me ditë. Po fëmija du kur rritën, të falendrej për kohën, urej dhe shpresoj që keme dalë fitimtarë sa i përket këti raste, kemi taku fëmijët me qenë se 5 vite është shumë kohë e gjatë mësë me taku prindi fëmijët, e asë zonin mësë mja ndëgju. Aqë ma keq, me morë 5 fëmijë dhe me shku, djali i dytë e ka pos emnin e babës. Kem konë i ri, kur babë emë më ka vdek në durët e mija, ka e qëjtë e mjeku. Edhe tani, djali madhë mas i lindi para kohë, nuk e lam në emnin e babës. Djali i dytë kur lindi, atëhere thash, që shpjalloj në emnin, tha kjo ka emnin e vetë. Edhe unë e dita më në rënë, tani ja kena paslon emnin e babës, tash për minutit tem, u quë dhe u shkuja kanë rrugë emnat fëmijëve. E kam një SMS që më ka ardhë për një fëmijë, nuk po thëmë me emën të picëllet, po babi, hajde në shpesë unë jëmë njësë me ardhën në qatë qytetin ku jem nanë, nësë të shënë thiret. I kam kështu do në për rjetët sociale që në më kontaktu fëmija, po si pihetojnë pja blokujnë. Po nuk është shpresoj që ka mu bu mirë, kime i taku, kime fitu. Po me emër Zotit ka mu bu mirë. Dërzu me qenë se e një vetën që si e fajtorë. Më dërzu nuk e kam njetë, të në mënyrat, që s'ko me lanë guri palu, dhere sa fëmija mi,
fëmija tonë, fëmijët edhe të sajna, me gjithë aja thët janë vestmit në gjithëherë, fëmija tonë t'janë të lirë se tonë fëmijë tjerë. Uroj. Faleminderit.